Mirëmbrëma, nga Suedia, edhe sonte me ju Elviria Haxhaga dhe mirë se vini tek ta forcojmë dhe mirëmbajmë lëkurën shqiptare. Sot do të flas për vajin mineral, por më së pari do t'ju tregoj se lëkura është një organ shumë i rëndësishëm që ta pastroj trupin. Bile është më i rëndësishëm se mbëlqia edhe bybrekt, por me anë të lëkurës trupi edhe merr frymë. Në anën tjetër, vaj mineral sot përdoren nga industria e kozmetikës për masa shumë të mëdha edhe miliarda dollar gjenerojnë nga kremat që paraqiten ta mirëmbajnë lëkurën e re edhe të freskët. Pra, vaj mineral përdoret në të gjitha produktet që sot njerëzit i konsumojnë, në krema, në shampona, edhe moshkujt, edhe femrat, edhe foshnjat, edhe fëmijët. Kjo përmbajtje është tepric që rafinohet nga benzina, domethënë e industrisë së petroleumit, dhe kjo nuk bën asesi të jetë në krema, por ndodhet aty sepse është një zgjedhje shumë e lirë dhe nuk kushton asgjë të prodhohet. Vaji mineral jo vetëm që nuk e lën lëkurën të pastrohet në mënyrë natyrore siç duhet, por nuk e lejon as të marrë frymë, sepse trupi merr frymë edhe me anë të lëkurës. Edhe rreziqet që i kanoset lëkurës janë, për shembull, që lëkura të bëhet shumë e tetë, eksemet të dalin kudo në trup, s'ka lidhje se ku, edhe rramja e flokëve mund të bëhet nga kjo, nga vaji mineral, sepse e bllokon pastrimin. Për nga dalin flokët, edhe lëkura plakët para kohës, domethënë procesi natyror i lëkurës mund të çrregullohet nga vaji mineral. Herën tjetër do t'ju ilustroj se çka ndodh me qelizat e lëkurës kur ndodhen ose kur lyhen me kremat që i përdorim sot. Firmat brendat më të zakonshme, si për shembull L'Oreal, i përdor vajin mineral në kremat e tyre. Edhe unë ju them, mos e përdorni because you're not worth it. Nuk duhesh ta përdorësh vajin mineral asnjësi, as ti as fëmijët yt. Deri në herën e ardhshme, ju përshëndes edhe më shkruani tek elvira@lookfeeldogood.com. Mirëmbëjtje. Tum tum.